Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, zoti Sulemani. Na citi ju pres në studio. Faleminderit. Hajde, të lutem. Kjo ardhur me mikun tënd më të mirë, ha? Kam mikun që praktikisht nuk ndahemi njëri nga tjetri. Nuk ndaheni. Jo. Edhe në ditë të mira, edhe të vështira, ka pa shumë çka syri juaj, ja? Po, është disa vite që mire me këte, po sidomos me jetën e egrë janë 4 vite të plota, që kam kalu, do më thonë, praktikisht vetëm këtë gjanërët të fotografisë, dhe pse përpara kam bërë dhe fotografi të lojeve tjera. Pra, kjo është, mund temi, kryesisht një hobi i juaj, ja? Unë e praktikoj fotografinë vetëm si hobi, për shkak se dhe momentalisht, ose e kam varu karrierën e punës. Dhe tani, po shoqëroheni me... Edhe është një lloj i aktivitetit që më përmbush. Jam në male, jam vende ndryshme, udhtoj nëpër vende edhe jashtë, po edhe e kaloj kohën, përveç gjatë fotografimit, nëpër bijeshka, po nëpër vende ndryshme, kur kthehem shtëpi kam edhe atë pastaj të shoh fotografinë, t'i editoj, t'i shijoj. Dhe ato momente të përjetimit. Që i ke përjetu. Aparati është nga këta profesionalët, nuk e di në është i pari juaj, a ka në histori të veçantë prapa ti? Po, sigurisht. Po shoh që ka dhe një uniform të veçantë, të temi? Do të thonë pajisjet profesionale, që i posedoj tash. Kam fillu me disa modeste, të them ashtu si gjithë fotografët, për shkak se edhe të fotografia e jetës egër, lensat, sidomos se kamera vetëm mund të përdorsh për gjitha llojet, por lenset janë të veçantë, për shkak largësisë, po dhe çmimeve shumë të larta. Po këtë uniformën, në thonë zakë? Uniforma si mbrojtje, për spluhur e këto, po dhe në anën tjetër as pak lloj kamuflazhi, sigur edhe ne nga njëherë kur bëjmë në vendet caktume, kamuflohemi me veshje apo me mënyra ndryshme për mos me e trembë subjektin, pra kafshën apo zokën. Ku është vendi më i largët që ju keni shkuar me aparat? Afrika më e lartë është Afrika e Jugut. Afrika e Jugut? Afrika e Jugut. Ishit vetë në një eksperiencë të tillë apo një grup? Një grup e 3 miqve, një vendasimi që po ashtu jeton në Zvicër, dhe një zveçran, i cili edhe ka shërbi disa vite në Kosovë, kështu edhe jemi njoftë, edhe kemi bo, udhëtimi i tretë ka qenë që kemi bo bashkë. Sa herë ishme vetëm në 3, po herave tjera ka pas edhe fotograf tjerë nga shqiptarë, nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora. Si e kaluat këtë përvojë në Afrikë? Cilat janë nga kafshët më unike që keni kap me aparatin? Po, herën e parë kër kanë udhëtu, nuk kam bërë këtë lloj fotografisë, ka qenë hera e parë që provova, më ftun, nuk ishte që kisha unë e forë të lidhe me këtë lloj fotografie, u pajisa me një teleobjektiv modest, thajmë ashtu, sa të kem diçka për të fotografu, po pastaj të ndërretën kapi kjo lloj fotografie, po edhe pasuria e Afrikës. Herën e parë kemi qenë Kenya. Pasuria që ofrojnë ata vende është pak krahasueshme me vende tjera. Do të thonë sigurisht edhe në Azi ose në Amerikën Latine. Dhe atje ka vende, po në krahasim me vendet tona, po mendoj Zvicër edhe këto vendet përreth, edhe Kosovë, Shqipëri është pak krahasueshme. Janë krejt më të veçantë. Takimi parë i joni me, sidomos me këto kafshë të mëdha, sikur që është elefanti, gjirafa, pastaj luani. Luani? Leopardi. Këto kanë qenë ato, të thonë, hera parë kur takon një kafshë tillë që e ke pa vetëm në televizor, ose në kop zoologjik, me thonë drejtën u asë kop zoologjik. Sa ndjenje, sa ishte largësia që u kujdeset që ata kishit? Nuk është e largë, për shkak se ato bëhen zakonisht me makina gjipa, që themina, dhe jenë mrenda, edhe ata kafshë janë mësu, për shkak se kalojnë pa ndërprej makina me turist, dhe ata nuk e ignorojnë praktikisht makinën. E vetëmja që nuk guxon zbresës në asnjë mënyrë, domethënë as rrepsisht ndaluar me zbritja apo zhurma apo atë,
do të neshe qetë, fotografosh, ata nuk të vrejnë fare. Interesante. Edhe ki mundësin me fotografi. Po, është edhe ajo gjithmonë që nuk e gjenë në atë vendin optimal, ose nuk qilon atë moment që ti kalate. Mirë po, ne kena pas fatin që ditën e parë gati se të takojmë gjitha këto. Pastaj zështë të vegjel me ngjyrat. Nga më të veçantit në bota, sa me fat t'i shohesh nga afër, po akoma edhe për ne që si shohim nga afër, shumë me fat t'i shohim përmes asaj që ju keni dokumentuar nga fotografit. Disa prej tyre i kemi vazhdimisht duke na ushfaq. Kur mora dje kontaktin, provova pak të bëj një përzgjedhje kështu shpejt, them disa nga udhëtimet, po ka dhe disa fotografi që janë bërë edhe në vendet tona, sigur Kosovë, Shqipëri, sigur për shembull ke Blet Ngranci, në afërsitë të Shëngjinit. Pastaj Pelikanën në liçenin e Shkodrës, Flamingot në Kriporën e Ulqinit. Kështu që një mix pak. Nga të gjitha prej vendeve ku ke qenë. Kur po flasim për Kosovën, veç e kemi edhe vendin tonë, çka keni has në diçka shumë të veçantë që se gjen dot diku tjetër në botë? Që ka Kosova? Unë ende nuk kam pas mundësi shumë të eksploroj, për shkak se janë ashtë viti 2 që unë qëndroj në Kosovë, pjesërisht në Shqipëri edhe në Zvicër. Për shkak se dy djemt jetojnë atë, janë të lindën edhe jetojnë atë. Kështu që shumë herë lëvizi, po e lëvizi edhe punët e mija, se ende nuk jam i shkëputën nga atë. E kuptoj. Mirë po një pjesë të mirë të kaloj edhe këto në Prishtinë. Pastaj kam fillu të kryoj një rreth të fotografe dhe miqve tjerë, cilët janë pashtu të interesu. E me një pjesë tyne bajmë udhëtime kështu edhe në Kosovë, kam qenë në Rogovë, kam qenë në Malet e Sharët në Brat, Hencën që e kemi shumë afër, po dhe disa vene këtu ku ka mundësi. Kam qenë në Macedoni, i ftuar për disa fotografe Macedon, me të cilët jemi njoftë edhe me një aktivitet në Shkodër. Pastaj në Shqipëri, Shkodrën, Mallzi, Kriporën e Ulqinit. Në artë kam qenë, në artë e cilën është temë sot aktuale. Në artë e famshme. Kam qenë në vitin 2021 ndoshta. Po ende atëherë nuk kam fotografu ende botën e egër. Nuk kam fotografu peisazh, një vend i mrekullueshëm. Pra, aktualisht në jetën tuaj jeni në fazën që e keni jetën mes Kosovës dhe Zvicrës. Për shumë kohë, sidomos bashkëdhetarët tanë, ky konsiderohet një komoditet shumë i madh, se duket sikur mezi e presin, se mos ata që kanë vite jashtë Kosovës si ju. Ka ardhur ky një vendim më i natyrshëm, duke rrjedh jeta, apo diçka që e kishit planifikuar shumë vite më përpara, që kur të vi një vit, unë do jetoj mes Kosovës dhe Zvicrës, pjesërisht në muaj aty dhe në Zvicrë. Unë jam largu në 1988, dërsa isha student absolvent i matematikë fizikë në Gjilan. Dëshira ka qenë edhe të studioj arkitekturën, mirë për ndërkohë mora një ofertë për Zvicrë dhe u largova atje. Edhe që në zbritin e parë, qëllimi ka qenë të qëndroj atje. Nuk kam pas ato dilemat dhe të rri apo s'do të rri. Unë kam pas qëllimin vendosem atje. Edhe pse shumë herët e kam thonë shumë herët edhe në mes miqve, si i ri kisha një dëshirë, ndoshta kish me një fantazi për Suedin ndryshe. Mirë po përfundova në Zvicër, nuk pendohem edhe sot. Kam kalu momentet mira. Ishte vendimi i vështirë aso kohë? Ishte vendimi s'ka qenë i vështirë, po integrimi apo fillimi ka qenë mjaft sfidues. Unë nuk isha njohuri shumë të punës, edhe fillova punë fizike në kantier. Mirë po, për shkak se unë kisha studiu matematikën, njefsha geometrin, kështu që ai pronare më ofroi mundësinë që kur vreti që kisha aftësitë të leximit planet, më ofruan edhe shkollimin. Unë kam përfunduar shkollimin bazik
është dual, si quhet këtu të ne. Në Zvicër, 3 vjet ka zgjatë, kam bë shkollën e natës, krahas punës, ose kam bë edhe 2 shkollime tjera. Ska qenë një mundësi e artë, që si duket pas ka ndryshu komplet mandej rrjedhën e jetës. Rrjedh, mirë po praktikisht pastaj më ka lidhur me arkitekturën. Kam punu gjatë në zbatimin e projekteve në ndërtim. Do të thonë ndërtim kam punu gjitha llojet e mundshme, ose kam udhëhequr gjitha llojet e mundshme, dhe një nga fatin që kam pas, unë kam punu në Zürich, dhe kam pas fat të udhëheq me objekte ndryshëm, si të merretimit, objekte të vjetra me rëndësi historike, me ndërtim të lartë, kam qenë pjesë edhe e ndërtesës më të lartë, pjesë e ekipit. Ndërtimit më të lartë që është ndërtesa 126 katësh në Zürich. Po në vitet e fundit kam pas fat, jo gjithmonë, nganjëherë është ndryshe kur të ofrohet ose detyrohesh ta bësh një punë, kam punu edhe në infrastrukturë. Kështu që kam punu gati se gjitha objektet që janë ndërtim. Ndërtim i oltë, ndërtim i lartë, ndërtim me rëndësi historike. Pra të gjitha... Bile edhe kam një gjysmë viti apo një vit edhe në hekuruzë, një përvoj. Okej, interesante, i pas keni filluar gjitha nga pak. Dhe the që në fillim kanë qenë sfiduese muajt e parë, pra integrimi juaj atje. U pranuat lehtë në shoqëri, pra a ishte kjo paragjykimi i të qenurit i huaj, mosbesimi në punën tuaj, pra si te i kalove këto, me çka ishit përballë muajt e parë? Nuk e di, ndërsa nga natyra unë edhe pse jam ndoshta pak i mbyllur në atë mënyrën, po kur më ofrohet mundësia jam edhe i hapur, nuk vej barriera ndaj njerëzve. Unë kam pas shumë shpejt kam lidh miqësi, të themi, asaj në fillim kanë qenë miqësi brenda punës, pastaj e nxjerrua dhe kështu edhe me njerëz zviceran, italian, me italian kam pas shumë miqësi, shak edhe shkollimin e parë kam bën në gjuhë italiane. Kështu që më ka lidh ajo, po ndoshta është natyrën time, për shembull unë kur jam kthyer në Prishtinë, unë kam njohur 2-3 veta. Sa vite shumë kthyer në Prishtinë? 37 vite. Dhe tash unë jam nga Gjilane, po kam vendosë vendas të mi më gjikojnë, unë kam vendosë të rinë në Prishtinë. Jo, pse është zgjidhje e gjithë të gjithë që për të gjiku. Jo, është pak me humor, se jo. E kryptaj. Edhe tash shembull në Prishtinë, unë kur kam arë, nuk kam njohur shumë pak njerëz, po tash kam krijuar një rreth social dhe një rreth miqve shumë të mirë. Ndoshta është kjo natyra ime që të jemi hapur ndaj njerëzve, po edhe i përshtaten ambientit. Më thonë, unë nuk kam ardhur këtu në Kosovë të gjikoj, të them kjo nuk ban, kjo këtu është më mirë se më keq. Unë mundohem të bashkëjetoj me sikur këta tjerë, dhe unë përshtatem të ambientohem. Sigurisht nuk është edhe e lehtë, sikur s'ka qenë e lehtë atje kur jam largu, po atje edhe kam mësu këtë mënyrën e të akceptumit tjerave. Nuk jam unë qendër vëmendjes. Mirë po, rreth janë shtu, pastaj ti adaptohesh. Përshtatesh. Kështu që edhe integrimin unë në Zvicër nuk e kam pas, ndoshta shumë të vështirë. Paragjykime, po. Tregoj një rast pak kështu si ma veçantë, mas 15 viteve që kam bë me një kompani, kisha bot gjitha punët aty që ishte, edhe kisha dëshirë të zhvendosem në Zürich. Edhe ta sprovoj veten edhe në objekte tjera, do të thonë, Zürich të sfidon për Zvicër, po mendoj. Edhe kërkoj të një kompani e cila më ofroi mundësinë mu paraqit në bisedë, pasi i morën dokumentacionin tim. Dhe në momentin me personin me cilin kisha bë bisedë, ishte shumë i kënaqur me kompetencat e mia dhe punën që kisha bë, dhe më thirr pas një javë dhe më thot që CEO i kompanisë nuk do të marrë një, në atë kohë shumë herë përdora dhe ajo jugo. Do më thonë, gjithë këta njerëzit që ishin nga Ballkani, unë edhe çfarë ti thush?
Po unë nuk prezentoj as jugu, as të. Unë jam spare shqiptar, nga Kosova, po e prezentoj se Dajt Sulejmane, nuk jam u prezentu si... Po se kishte prapavi... Nuk mund me thonë raciste, do shta pak mund edhe qëtë raciste, mirë po a kështë një përvoj shumë të keqe me njerës nga Balkan. Shtu që i thash, ju mund të kërkoni nga referencet e mija, mendimin, pastaj nëse më jepin një mundësit, ta kem balë për balë, të të isha i knashën. Edhe ashtu ndodhe. Edhe ashtu ndodhe. Po, edhe mas 5 minuta biset më jep dorën e thot ti e pjesë e ekipit tonë. Okej. Kjo një nga... Shtu që mënyra më e mirë për me thy para gjykimin ata, është më thonë, jo me luftu me kudjune, me fjalë, mos të me fyërje, po të thonë të regon... Puna jote, veprat. Po, kjo. Pastaj janë... Edhe natyrë kërkuese, se dikush mund të jetë natyrë pak më e tërhequr edhe nuk është se insiston shumë. Unë me thonë drejtën, unë edhe vetëbesimin, se ne, si njerë që vim nga provinca, ku diun, shko një vend, do shtë ndihesh edhe... Inferior. Mirë pa atë vetëbesimin në kom fitu që në hapat e para atje, tu krahasu vetën me tjertë, apo edhe mund të them edhe sinqerisht me pronarin e kompanisë ku kanë fillu punën herën e parë, mas një viti kështu, kërë më ofroj mundësin për shkollim, në një moment nuk di kështu sakt për çfarë konë fjalla dhe më ka prej kështu, më ka thonë kryt lartë. Do thonë, banë mundi, po, edhe fillon të fitosh atë vetëbesimin, dhe në krasi me tjertë, me punë, me... Të ndihesh i barabartë me të tjerat. Nëse unë nuk e kuptova gabim, më the 37 vite janë bë pa ardhë në Kosovë. Jo, unë kam ardhë, se unë kam shku në njërë të regullët, kam shku për mes punës. Si student, nëse këta gjenatët e vjetra e din, ke pas mundësi ta marrësh një kartën e studentave, që u e kështu, e loj kartë e sikur karta e identitetet, dhe me te mundesh që të thtosh në për Evropë. Po edhe të kërkosh punë sezonale, gjatë verës, ka qenë e mësume edhe për student për gjithë ka, në vendin ndryshme të Evropës me pa mundësi legale me punu. Ishin periudat të gjata këto që mungoj? Jo, kam fillu vetëm vitin e parë, vetëm mundësin e parë. Pastaj kam marrë atë garancionin e famshëm në mujor, u dhe të kalojnë 4 vite, nga 9 mujtë plot, pastaj të kalojnë vizën e përhershme. Po që ne jo, si që kanë bërë printe ta në vitet e 70, me ato garancionet e... Unë kam kalu në atë mënyrë, po në fillim kanë ardhë pak ma shumë, për shak që edhe e lidhja ka qenë jo shoqënia e studimeve, jo... Pastaj ka fillimi vitet 2000 deri në 2015 kam qenë gati se plotësisht të shkputën përveç vizitave. Si kjo shkputje këto vite? Ka qenë pak shkënjim, pak nuk e di, ndoshta pastaj edhe lindja fëmijëve, shkollimi tyne, ka qenë edhe një shkënjim me disa gjëra që ka ndodhur në Kosovë. Ajo pritja që Kosova, nuk kam qenë unë nga ata që kam besu që Kosova bëhet Zvicër në bas 5 viteve, po një farë shkënjimi po, se ne kemi jetu në robria gjatë dhe pastaj fillimi ka qenë pak si... Duke ti nga dalë, po. Disa gjona që ndoshta nuk kishtes me ndodhë. Pastaj edhe politikisht unë kam qenë fillim i angazhum atje, për shkak si student, unë i kam përjetu edhe 81-shin, si 17 vjeqar. Do më thonë politikisht në kemi qenë gjithmonë, dikon të lidhën. Në fillim të viteve 90 me ato demonstratët e famshme në para konsulateve të huja këto. Pastaj pas 2000 nuk kishtë nevoj ba unë nuk kisha ai që kisha pretendime politike. Po që vazhdova karrierën time, vija në Gjilan ndoshta njëherë në 2-3 vite, ishte vlaun gjyshin kam pa deri në fillim të 2000-shet, me të cilin kam pasur një lidhje shumë të afërt, se që ma vonë nuk jam marrë shumë. Vite më vonë, si filluat me Kosovën? A ndryshoj ky, ose a ndryshua ky zhgënjimi, a u kthye në një krenari për vendin, apo si e shesot Kosovën? Ne kemi festu shumë, ose gëzimi ka qenë i papërshkrueshëm kur u shpall Kosova e pambara. Pavarësisht, nesna ka interesu për veten jo, kush është
partit politike, për ne ka qenë ai arritja ati qëllimit që do shta e kena ndru prej si më kujtohet. Do thonë, prej si kam lind, s'po them, po prej si kam fillu të gjykoj pasha realitetin, në qëfar situate kemi qenë. Kështu që e kemi fistu me të madhe. Ma vonë përsëri unë nuk kam pas atë aktivitetin këtu. Ka vitit 2015-2016, kam fillu të vi nga pak, ma shumë. Kam kriju një rreth ngusht shoqënisë në Prishtinë. Kështu që nga dal kam fillu ma tepër në tërhek. Edhe ka qenë një periudhë që unë kam fillu të baj pushime gjatë vitit. 6 javë kisha pushim që më takonen. Bësha pushime të shkurta, po ma shumë. Çdo 2-3 muaj bësha një pushim, dikon 4-5 ditë, një javë. Ndërto, përveç udhëtimeve të shumta që kam bënë për Evropë, bëja edhe 1-2 në Kosovë. Në fillim kisha ndoshta vetëm në fillim vitin pranverë ose ka vjeshta. Kur pak ma shumë, po edhe duke ju afru fundit të punës, kam fillu edhe ta mendoj atë. Unë nuk ka qene gjithçka e programume, po për shkak se edhe shumë çka i la spontanitetet, nuk du gjithçka ta di paraprakes për shkak se edhe s'përjetohet si duhet. Kam qef pak Vetë shqiptar, as pak zvicran. Jo, në shumë çka, po në atë që të regoj edhe një episod vogël, para disa viteve e bona një kurs, kam bona gjithmonë një kurs për menaxhimin e stresit, për këta për shkak edhe më ka deshte edhe në punë. Po një për ty në ishte pragu i pensionimit. Edhe 2 ditë në zgjatke, na treguan shumë çka. Do të kujdesim për shëndetin, do të bëjmë këtë. Mirë po ishen, në prizmin tem ishen gati gjithçka nga ona negative. Për shkak se me mosh krijohet, fillojnë smundjet, do të jesh i sigurum këto, pensioni nuk ashtë sigur kur punon, do të kujdes me financat. Ta alarmon për një periudhë vështirë. Po, në fund kur mbaroj, më thanë, ishte ajo pyetje e famshme, çka merr nga këto? Edhe kur më thot ai referenti, thot, se vdel, thot, çka merr nga këto? Tham, unë nduket asgjë nga këto, se gjithçka u fol në atë prizmin negativ. Du ta shoh të ardhmen shumë pozitive. Veten duhet ta shoh si të shëndetshëm, nuk kam nevojë për mjek. Do më të shoh gjonat shumë ma pozitive. Financat, unë sot fitoj shumë ndryshe, do shta utoj ma shumë, në atë mosh kur të vinë, do shta s'kam nevoj të utoj atë shumë, mjaftojnë edhe ta financat e pensionit. Do një shoh gjonat pak ma, ndërsa në pjesën tjetër, sigurisht që jam shumë, se kam qenë shumë i strukturum, vetë jetë atë banë atë të mëson. Edhe unë këto e kam pak këtë problematikën e orarit, do thonë kur nuk ka vëmendje ndaj tjetrit, ta nxjerr rrugën edhe nuk as qeverenten që të pengon. Do thonë çdo gjëna, po të them, unë këtu jam shumë kështu një tolerancë pak më. Do të mësoj. Ndërkohë më folet në fillim edhe për djemt. Ju keni 2 djemt, tash më të rritur, po si ata kanë lindë dhe jetojnë në Zvicër. Sa keni arritur të ambani gjallë këtë dashurin për Kosovën, për vendin, ardhjet e tyre këtu, çfarë mendojnë ata për Kosovën, si e shohin, edhe sa të kanë gjallë? Nuk e di, njeni në gjanë fizikisht ma shumë, tjetëri në gjanë ma shumë karaktere. Kështu që dhe kanë nga një përzirje, po. Qka e mundu, nuk, të them drejtën, unë nuk kam desh të sforcoj me kur gja. As me patriotizm, as me gjuhën e flasin dytë. Them që e flasin perfekt, për shkak se edhe unë e vrej, kur rrit gjatë këtu, kur shkojnë Zvicër, në fillim i kam ato probleme dhe rrisam se përzirjen pak gjuhën. Edhe ata e flasin gjuhën, komunikojnë pa problem, kanë dëshirë me ardhë, tash para 2-3 jave kemi qenë një jave e kalum në Shqipëri, vend cilin e kam vizitu vetëm si fëmi kur kanë shku ndeti, tash e vizitu më shtoj banëm një udhëtim pak mas. Ashtë interesant, janë identifiku gjithmonë si shqiptarë dhe pse kanë me shtetësi me gjithçka të tjetë. Shoqëninë e kanë gjithashtu pjesën më të madhe Zvicranës o tjerë, po kanë edhe në mesin e shqiptarëve. Do thonë, e kanë zgjedhë shoqërinë janë basë kujti të akon, po në basë ose. Unë çka krenohem me ta është ose krenohem, gjithë na krenohem me fëmijën tanë,
që duket nga njerë kjo patetike, kjo fjalla kreno me fëmijë, kush nuk krenohet, po unë besoj që kanë më rrinj, nuk po them që jam e rrita imja, po pjesërisht nështë që të kenë individualitetin e tyne, të kenë atë karakteren edhe din me thonë jo. Do thonë, edhe mu, edhe në vend punës, po edhe dikun. Do thonë, din t'jenë ata, veten, po. Do thonë, kjo është, janë shkollum, punojnë, mu me thonë janë prekullushëm, si prind. Pa tjetër, nuk... Kemi një raport shumë të afërt, po janë atë kuptimin që ne duhet çdo natë telefonojmë. Jo, ata nuk e kemi, se nga natyra jemi kështu pak, po, se cili i ban punë të veta. Po, kjo s'do të thotë që s'jeni në mendjen edhe në zemrat e njëri tjetrit. Kemi edhe një, kështu një, zakonisht që përdorin këto qepet, kuptoj. Grupin, në tre, dhe ati kemi këto humorin. A keni planifikuar të një udhëtim bashkë me aparatin edhe me djemët, janë të interesuar që të bashkangjiten në një nga këto udhëtimet? Në këtë formë jo. Ata nuk janë të lidhën. Ju do tjetë pra udhëtimi i radhës me misht tu nga komuniteti i fotografëve. Djali madh miret edhe me muzikë përveç punës, producent banë që bajt për muzikant. E ka hobi, po e banë me shumë pasion, i tjetëri ma shumë me sport, diçka, me sportet marciale, po dhe i si hobi. Në Islandë kemi bo me djallën e madhë dhe vajzën, edhe ka qenë një udhëtim, ndoshta udhëtimet më të bukura, po i vogli s'ka qenë me ne, po aty kena pas mundësi edhe me fotografu shumë, jo shpende i kafsh, po natyra, se për mua është vendi më i bukur që kam vizitu, Islanda. Djali vogël është më shumë i lidhën me Japoninë. Është hera e 4 që shpresoj kësaj herën e 4 që e banë me mua. Okej, do t'i bashkangjiteni edhe ju. Ka bo pranverën, verën, vjesën. A sa bukur. Tash e ka në plan me bo dhe një dimrit një udhëtim. E dimrit është të rjek se ka disa shpend veçantë. E kena bisedu nëse më rrim me realizu. Me realizu që të shkoni bashkë, bukur. Zoti Sulemani, shumë faleminderit që erdhe sot në studio. Në ndat pak nga rrugtimi juaj me Zvicrës dhe Kosovës, hobin tuaj fotografit e po ashtu edhe imazhet që keni kapur ndër vite. Faleminderit shumë për mundësinë, ftesën ishte vërtet kënaqësi. Ju lutem, shumë suksese tutje. Tani do të ndalemi pak tek marketingu.